Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrinj, ja ku po takohemi sërish në kanalin Monitor TV për të sjellur pranë jush ngjarjet, dinamikat më interesante, pikpyetjet se çfarë po ndodhen me yjet e Big Brotherit. Një fotografi në fakt që merr vëmendjen mediale, që po shkruajnë komente të shëmtuara, që po shkruajnë komente pa sens, që në fakt njerëzit duke hulumtojnë të interesohen se çfarë po ndodh, po thjesht shohin një koment të dy banorëve të zhveshur apo me bikini, vajza dhe me një palë shorte verore mashkulli, dhe menjëherë do të thënë fillojnë amendzimet, kanë ikur në pushim së bashku, po krijojnë një marrëdhënie, po krijojnë një lidhje, po krijojnë diçka të re, nuk e kuptojnë që nuk janë vetëm ato, por në pushim është një grup banorësh të Big Brotherit, të cilët po bëjnë një reklam për një ndër kompanitë që sponsorohet në Top Channel Global Travel. Gjibani dhe Rizarta kanë postuar këto fotografi që ju tashmë do të shikoni, duke përjetuar dhe duke shijuar një pushim të bukur që në fakt e kanë Falas dhe Enkas nga Top Channel dhe për t'i bërë reklam kësaj kompanie. Kjo nuk është vetëm tek Gjibani dhe te Rizarta, por është të gjitha ato banorë të cilët në pushimet verore do të shkojnë me këtë kompani. Në Turqi ka udhëtuar dhe Klajt Musabeliu, një personazh i dashur, në këtë rrugtim është dhe Viserlo, domethënë është një kombinim banorësh. Në fakt Viserlo dhe Gjibani e di që do të bëjnë një spektakël shumë të bukur, sepse brenda shtëpisë së Big Brotherit kanë patur shumë dinamika me njëri tjetrin, kanë patur shumë luftë me njëri tjetrin, një botë që në fakt nuk ma merrte mendja që do të gjente paqen, por realisht tani jashtë Big Brotherit ato po ndjekin bukur këtë udhtim, po ndjekin bukur këtë rrugtim dhe siç duket te publiku po japin shumë dashuri dhe po japin shumë energji pozitive. Fotografitë janë në Instagram, domethënë të gjithëve këtyre. Nuk i kanë nxjerr fotografitë me njëherë, i kanë nxjerr fotografitë me minuta, me orë, me momente të ndryshme dhe në këtë rast Gjibani dhe Rizarta kanë përzgjedhur që të dalin në këtë formë sepse janë në pushim, por mua më vjen shumë keq që menjëherë fillojnë portalet duke shpifur, duke shkruar lajme të rreme kundër drejt Gjibanit edhe Rizartës, që Gjibani dhe Rizarta janë në një lidhje pse kanë bërë këto fotografinë. Gjibani dhe Rizarta thjesht po bëjnë një reklam, Top Channel i ka përzgjedhur për të ndjekur rrugtimin e tyre, nuk është një marrëdhënie dashurie, nuk është një marrëdhënie emocionale, thjesht po bëhet një reklam. Dhe kanë shkuar të bëjnë një reklam dhe normalisht reklama e Global Travel për pushime do të xhirohet në plazh, nuk do të xhirohet në mal i veshur me xhup, sepse kanë ikur në pushime. Dhe prandaj doja të bëj një sqarim sepse rastësisht më doli si lajm në një portal që thonte që njohje e re, emocione të reja, Gjibani dhe Rizarta shihen duke provokuar në plazh, duke u dukur nudo, domethënë gjëra të tilla, dhe për këtë arsye dua të tregoj që kjo nuk është një lidhje. Gjibani dhe Rizarta, Gjibani ka patur gjithmonë respekt për Rizartën sepse e ka parë si një motor të tij, e ka parë si një vajzën e tij dhe nuk e ka parë me syrin e një të dashurës. Edhe brenda shtëpisë së Big Brotherit, Gjibani kur nuk ka patur betejë me Rizartën, gjithmonë e ka respektuar sepse ishte goca më e vogël e shtëpisë. Klajt Musabeliun e kanë respektuar të gjithë banorët, i vetmi personazh që ka patur më shumë konflikt është Viserlo, por besoj që Gjibani dhe Viserlo mund të kenë një rol shumë interesant në këtë reklamë që ndoshta mund të bie bujshëm edhe në sy. Doja ta sqaroj për publikun, janë thjesht miq, kanë raport shumë të mirë, kanë ruajtur këtë raportin që ka Big Brotheri dhe kanë ikur të bëjnë reklam për Globusin, nuk është se kanë ikur për një lidhje dashurie apo fjalë të cilat fliten lart e poshtë.